Në një obor me lule, por brenda këtij obori sheh një shtëpi të mbuluar me varfëri. Është e njëjta gjë si kur sheh njeriu të buzëqeshur në fytyrë, por të lodhur në shpirt. E kjo është familja Maliqi nga Shtimja, me 10 antar, ku e vetmja ndihmë e tyre është një social, dhe po ashtu krye familjari i kësaj familje, të vetmen shpresë kishte qerren për t'u sjellur mbi jetim. Kjo shtëpi e mbuluar me myk i ka helmuar dhe zemrat e kësaj familje, sepse disa antar vuajnë për të marrur frym lirshëm. Se i kam një katër të smut, dhe me thonë, që jem për familjarëve, dhe me thonë për bushnia jem. Se kja shpi është e marune që 100 vjetë qarë. Babë e baqbëshe sërgjesh. Shako mund pak më punu me një kohë kërë, besa, një 27 vjetë, dhe ku mund ashtime se di nga jeti. Ku më punu me thonë, dhejtë me thonë, shako mund pak më rëllu, pak më kanë mu, do shë një trasokë, një farskenderi është, më ka gjënë nuk qëtë par pjesën e thonë se ka dha balakën. Vlogën neve nga myti që gjithë dimin e gatë na po do të me la me test, me varakina, me krejt po do të me pastru, se për i vlogës me po katastrofë është. Drejtën me thonë, jam i smut vetë për gjysit, shoqja kone smut, djali smut për gjysit është, për vlogës se katastrofë tu era vjendimi që son rekit në to jabia. Tepër është, në qerpesh është, në lëq, pejti i mele terin kullër në lëq është. Kullër është pejti i ronë që ka hongër mëllëci. Këti shkatrun kullëmi, veç me hypë në tavan me pakit, është i dëmë tunë. Po e tojnë valla djali me në social, u të kalëzua këmë përlu me kërrekali, po drejtë me thonë për midis nuk jam mirë, se dydet i uanë stacial policive që më rej, këmë bajt. Dhe me thonë në të risa 10 vjetë, këmë bajt me ta, edhe plus këmë bajt edhe për tonë, këmë bajt edhe atë më kanë zonë më kanë rej, dhe më thonë, sërbë kofetëvër i sërbe, kanë zonë komandant mori këtonë pejt, i Sak Qarkizi, gjevati i lagjës, edhe e kanë, këmë bajt për popullë tonë, nuk jam mirë për medisit, që 4 të herë më rrëtë medisit, kam edhe dokumentat që jam për medisit, edhe me diabet jam për vjetit. Qështë do për mbledh djali ka pak limenka, ka pak hekra, ka pak mundet dhe dhaj. Ma din gjendin edhe Shtimja, edhe Raçoki, edhe Petrova, veti ketë për mu. Ketë veti për mu. E zdi që ka me thonë, la janë, smut jem të një kja vlog, sot dush, reveluë, ndretuë, bardje hova kja vlog, ketë është në lëq. E drejtë me thonë, atë plakën që thonë, ndrejtë që, pëjdi se petë, kja plakë është. Kam të shlujnë, dhe këta badeva kja në lëq është, e qome me po ma shpis këtë e qome është. Po më ka një mushë që një afer një për tyve, Raçake, Petrove, Shtime, kush ka mujtë më ka në një ide. Allahot i kom besu dhe kom punu për hirë të Allahot edhe kom punu me halal. Haram me gjithë kom tëtë. Haram me t'i kom tëtë, pe fillimit. Shako e ta. E komet, qështë që shkomet, po Zotit e njuve, e di par njerë, kushum një mëft, Allah i një mëft, Allah i shpërbleft, Allah i ndëruft. Të jesh i varfur por të punosh halal, Zoti nuk të humb kur, sepse Rahimi u bë me shtëpi të re, dhe kjo falë shoqatës i jetimat e Ballkanit dhe komunës së Shtimës, me shumën e tyre 5.000 euro. Rahimi s'na la me vetë kur gjohish, kejti tha. Nuk pat nevoj me vetë kur gjohish neve. Rahimit, në emër të kryetarë Shtimës, në emër të jetima Ballkanit, këna orë me të bo përhaj shpinë e re, po bo është me shpitë re. Përhaj. Allah është përbleft. Amin. Allah me të mirë e fëthrift. Allah është përbleft edhe ata diaspor, edhe ata ku shumë në sekretar. Hande shumë. Hande për tja shumë. Hande shumë. Është shtëpia e dytë nga memorandumi bashkëpunues si jetimat e Ballkanit, komunë e Shtimës. Kryetar, familja e dytë. Hande shumë. Allah është përbleft. Allah me të mirë e fëthrift. Kush i ka që një cent i baftë. I urojmë shëndet së familje edhe vetëm për të mirë pafshëm. Faleminderit, kretar. Egzofshëm. Faleminderit. Po vazhdojmë te familja radhës, Zoti është përbleft. Një qels i ri ju shtua familjes Maliqi, dhe ky qels hap derën e një jete të re, sepse Rahimi së bashku me familjen e tij do fillojnë të jetojnë brenda kësaj shtëpie, që ka vetëm lumturi. Ju falenderoj
Dhe me thonë balkonin në jetimat e balkonit, Hoxha Halil Kastratën, e falenderoj edhe ata dinatorë që kanë dhënë për këtë shtëpi, motra vllazni që kanë në diaspor, Allah i paqen, shëndetin, bereqetin shtëpia tyre. E falenderoj edhe kryetarin tonë Xhemal Aliun, që më ka përkra, Allah i shpërblet me të mira e ktheft. Edhe njëherë për i falenderoj, dhe më thonë balkonin tim atë shoqatës, Hoxha Halil Kastratën, Allah i shpërbleft, sa shtëpi ka ndërtu, jo veç këtë emën, po në Kosovë, sa shtëpi ka ndërtu, Allah i pibalon e gjenetit e ndërtoft. Allah i me të mirën, familje, shëndet e paqë. Edhe ata dinatorë që kanë dhënë për këtë shtëpi, edhe Allah i shpërbleft edhe ata motra vllazni që janë diaspor, Allah i paqen e shëndetin, pasurinë, ja shtoft, dhe të në pas që dhënë për këtë shtëpi, Allah i milionerë ju boftë. Për zemërsisht e përshëndes kryetarin tonë Xhemal Aliun, me bashkëpunus në tin, që kanë përkra për këtë shtëpi, se më kanë gjendje pak të vështirë, kanë pa edhe ata vetë që është gjendja që është krejt. Allah me të mira kthejt tënve. Allah bereqetin, shëndetin, pasurinë tënve të jarë që shtoftë. Këna pas shpinë, dhe më thonë, që këna pas të kalzu herën e parë, këtë me këto kanë, këtë vloga në patë rrugët, me shëndet mirë si në kanë, dhe më thonë në tashtë i mirë, të në të mirët janë, vlogë nuk ka, shpija është, dhe më thonë, komplet të ndërtune, komplet të marune, kështot me këtë sanet mrena, me elemente, me këtë, alhamdulillah, Allah i me të mirë, po thonë, dhe njëre të theft, vllazni motra që kemë diaspor, Allah i shpërbleft, në këtë dynjo në dynjo. Mes të shikon këta, na kërkat morë, s'ka shumë mujtë me ndërtu këtë shtëpi. Po alhamdulillah që kem halat mirë, kem halat vllazni, kem motra në diaspor, e që na përkrajnë, që na ndihmojnë për këtë Kosovë. Jo vetëm mu për krejtë, onë në bon Kosovës.